Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli, një javë të mbar ju urojmë, edhe pse dita sot ka nisur kështu e vrenjtur, shpresojmë që ju të keni gjetur sadopak momentet me diell në këtë mëngjes për ta nisur ditën mbar, duhet patjetër që të mendoni në radhë të parë pozitivisht dhe në radhë të dytë të ushqeni shëndetshëm. Do të gatuajmë pas pak me Albanën, ndërsa në pjesën tonë Bima dhe Shëndeti do të komunikojmë me doktor Ylli Merjan për murizin, ari i art i Shqipërisë, fruti më i mirë për ta konsumuar për zemrën, për jetëgjatësinë. Do të tregojmë disa kombinime të ndryshme në lidhje me këtë bimë të jashtëzakonshme. Tani do të shkoj te kuzhina, më pret Albana, do të na ndiqni deri në fund sepse kemi dhe momentet të komunikimit me ju, ndërkohë një shqiptare nga Gjermania vjen dhe tregon eksperiencën e saj në natyrën shqiptare. Shkojmë në kuzhinë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Javë të mbar. Amin, javë të mbar të gjithëve, ditë të mbar dhe gjithçka mbar. E pash që receta ishte kështu me ngjyra e shëndetshme me perime dhe ndaj thash që për të qenë energjik dhe për të qenë mirë, duhet të ushqemi mirë, duhet të ushqemi shëndetshëm. Ne themi një shprehje e vjetër, thotë çfarë ha goja, tregon boja. Jo Tani është mirë të njerë. Ka përjashtime. Por flasim në njerëz që janë vërtet jo të shëndetshëm në peshë, se kjo nuk është për peshën. Pra kjo është për dukjen, për se si ti je në shëndetin tënd pamjen e jashtme. Po patjetër, kjo është nuk është te flokët, te syt. Faleritës që më bën këtë grim të mirë, normalisht që do duke mirë. Domethënë që ushqim shëndetshëm do të thotë. Ushqim shëndetshëm. Shkel nga ndonjëherë, po të shti. E di kur sa e shkel nga një herë. E di që do thuash mos. Jo, ma jo, darka një çik. Që havon darkën. Por, mos janë këto legjenda urbane që gjithmonë nuk duhet ham darkë, edhe është. Varet çfarë ha. Po hangre dark, picë, makarona, kujtun. I largojmë këto. Gjëra të pashëndetshme, quhet që e ke gabuar zgjedhjen tënde, e ke gabuar. Po. Mirë, nëse ti ha edhe vonë, për shembull ndonjë frut ka ndonjë frut tjetër, si dark quhet ose ndonjë kos me ca fruta, pra përsëri në rregull është. Le ta hash vonë atë. Po. Ose thon mos ha buk. Mirë, tani varet. Mos ha buk, për shembull eliminoni bukën. Varet çfarë buke zgjedh tash. Pra çdo gjë është varet. Po, gjithçka është varet, po pse a qëndron trupi pa drithra? Gjithë kjo peshë 85 kg, a qëndroj do të më pa drithra? Po nuk qëndroj do të pra, jo. Ti nëse zgjedhash një bukë në vakt, duhet, një fet bukën në ditë duhet, pa tjetër që duhet. Ku mbahet trupi? Varet si kombinon atë. Dikur, sepse pse po e them gjithë këtë, sepse pres që të më bëhen, prandaj po flas dikur. Dikur thosh me domaten. Po domatja shkret me zimba veten e vet Majniki. E do më mbaj mua. Por, po ta shoqërojmë tek salca, tek sallatrat, ajo do jetë e dur. Dhe kur flas për domaten, po. Po shtojnë çik vaj ulliri domate dhe jenë rregull. Shumë mirë vaj në ullirit e kam këtu ja. Kush tha që un kolikos nuk do të dëgjoj fjalën. Pra për këtë gatim mua më duhen domate, vaj ullir dhe kur them vaj në ullirit nga pema, ja hapi çik dorën Niki, hape pak dorën, urdhëro. Ja. Kjo është një nga le të themi mrekulli që duhet kemi në kuzhinë, vaj ulliri i cili përftohet nga përpunimi në të ftohtë mekanik nga ullim tan të jugut, në mënyrë që të përftojmë një vaj ulliri të shëndetshëm me të gjitha elementet që duhet për ta kthyer atë në një nga produktet më të përdorshme, duke nisur ditën me të, duke përfunduar ditën me vajin e ullirit. Nëse ju e zgjidhni dhe e mbani në qelç të errët, patjetër që do të ruani maksimalisht vlerat që vaj ulliri ka dhe kujdes, jo në temperaturë shumë të lartë. Përse janë të ndara qelqet? Dhe themi qelqi errët, sepse kur është qelqi errët, normalisht që kërkon të vendoset në ambient ku nuk hy drita. Qelqi i hapur që është, patjetër duhet që të reflektoj drita. Po. Qelqi i hapur, në kavanozat me qelqet e hapura, normalisht vendosen të gjitha drithrat. Orizi, gjithçka sepse është e mirat mirave që nuk mbartin insekte, dhe për të larguar insektet, një letër alumini shuk, brenda. Dafin, kanel, shkop kanele, pra kanë sa truke që. Dhe tek gjitha këto këtu, mua më duhet tek mishi grir që unë kam vendosur, dhe e shikoni, nuk më duhet që të jetë ai mishi grir fare i holl. Ja, i till ose grimca mishi që janë prer imët.
Më duhet mish i grirë, qepa, bashkë me hudrën që e kam këtu. E shtoj. Më duhet domatja, salsa e domates. Piperi kuq, kripa piperi, pakës fare sheqer, dafina, specat, të prera në kubik, jo i më të fare, patlıgjani dhe orizi. Patlıgjani normalisht e ka vendosur në ujë të vakët, jo të ftohtë, me pakës fare krip, dhe e la aty. Dhe nëse ka këto fara që i shikoni ju për shumë, se ku të të qëmë neve, do t'i hedhe, pa tjetër vërini ujë, vërini pak uthull të ujë dhe të shikoni që është akoma dhe më mirë. Karota që unë i kam prerë në kubik pak më të vegjël, se këto që shikoni ju, pra i kam shua me nivele, qepa e grirë më imët, karota pak më pak, patlıgjani pak më tepër, speci njësoj me patlıgjani dhe domatja pak më pak se perimet e tjera. Tani ti ke vendosur që të zbutet pak qepa dhe mishi i grirë, ndërkohë ne i përmbledhim të gjitha këto të shkruara, sepse duke i treguar mbase u mbasin ndonjë nga produktet, tavë me patlıgjan dhe domate. E keni të renditura të gjitha perimet aty. Pra qep, hudhër, karota, patate, patlıgjan, speca, domate, salcë domateje, pakës sheqer, një lugë çaj për aciditetin e salcës dhe të domateve, mish i grirë viçi, një grusht oriz, vaj ulliri, spec djegës, raki ose verë bardhë, kjo është opsionale për të ashuar gatimin, një gjethe dafine, pak rigon, krip, piperizit dhe piperi kuq. A duket sikur është një listë shumë e madhe me produkte, janë produkte të cilat gjenden në kuzhinë, lehtësisht perimet të cilat bëhen pazaret dhe sidomos edhe kur tepron ndonjë prej perimeve. Patlıgjani. Normalisht e vendosi tek vazot. Unë e lëm në tutje. U isni lulet, bimët aromatike, nëse i keni aty tek baçjat e balkoni juaj, në dritare, nuk i këndëm edhe lëngu që ka lëshuar pra ngjyra e errët e patlıgjanit. E kemi karudisur qepën dhe mishin e grirë paraprakisht dhe kemi vendosur patlıgjanët në ujë. Po. Patlıgjanët që shikoni nuk po i shtoj fare, as vaj, as gjë, as ujë. Do t'i lë paksa të tilla tek mishi i grirë. Shtoj. Salcë domate ose salcë të përqëndruar, të koncentruar. Nuk të shtoj. Sepse kam vendosur pak më tepër spec të kuq. Kam pakës fare piper, që pjesën tjetër do t'a shtoj këtu. Kam masën e kripës. Kam sheqerin dhe kanellën për të zbutur aciditetin e domates. E përzijej. Shtoj pakës ujë këtu dhe i erdhi momenti dhe pakës ujë dhe pakës vaj. Pra patlıgjanët dhe karotat më vete të karudisura dhe pjesa tjetër, mishë dhe... Thjesht, unë shkurtoj kohën. Kaq, shkurtoj kohën. Nëse ne do t'i bëj të gjitha në një vend. Shija është e njëjta. Pra ato janë jo po marrim i bëjmë veç, jo po këtë e bëjmë veç, në të kundërt e gjitha gjëja do shkojnë në një tavë. Pra ne duhet të respektojmë thjesht kohën e gatimit. Para pregatitja e perimeve që duhet jetë e duhur, pra nësë unë e marrë tani patlıgjani dhe nuk e kam vendosur në ujë, unë nuk kam krijuar zbutje një të patlıgjani që të jetë akoma dhe më mishtor, pra e dim shumë mirë që patlıgjani një qiqra 2 janë që dhe kërpudha zëvendësojnë mishin. Edhe për proteinat. Unë nuk kam nevojë të zëvendësoj mishin, sepse unë mishin e kam, por thjesht unë kam perime me mish të grirë, më shkurt. Perime me mish të grirë. Pra në të dyja anët është duke punuar
sepse nuk dua që, kja, e thash edhe një herë që nuk dua që t'i zgjatem. Do të shtoj dafinën. Se këto duan që të karudisen mirë, pastaj t'i vendosim në finalen e pjekjes. Të zbuten, të lëshojnë aromat, Po. të bën gati për të bashkuar perimet me mishin e grirë. Dhe perimet janë vendosur si pas kohës që duhet për skuqje për karudisje. Specat. Shtoj domatet. Dhe në fund fare mua më ka ngelur orizi. Që normalisht i duhet... Zjerje shumë të mirë. Pra, gjithmonë do mundohemi që nuk do vendosim më shumë. Ja, kjo do tjetë edhe të tigani. Shiko, sikur tigani ka këtë formën djersitjes. Nuk duhet të jetë shumë ujë. Se normalisht tani edhe domatet lëshojnë lëngjet e tyre, po na bëhet si një masë e tillë Orizi normalisht, kime. Unë tani nuk e kam shplar dhe du ta marr ta shplaj. Çfarë orizi do vendosni ju? E mirat mirave është jetë orizi për supë, unë kam vendosur për pilaf. Pse? Gjithmonë më pëlqen që të kem atë të kundërtën, ose atë që ju nuk e keni, ose atë që nuk e keni, vërtet, për shembull, nuk e keni atë orizin tjetër, përse ju mendoni se përbën një problem të madh? Nuk është e luan në një rol shumë të madh. Zjerja është, unë nuk do bëj as sushi, as... ku thashte sushi, Krim këtë tradita, sepse vërtet na pëlqen më shumë tradita. Është ajo dora e nënës. Kemi sushin shqiptar në pratët. Unë do shkoj ta shplaj pak orizin. Kemi lakrat që do t'i sjellim shumë shpejt, lakra turshi ose lakra arme, të cilat i mbushim, bëjmë ato dolmat dhe kemi sushin ton shqiptar. Ndërkohë, le t'ju kujtojmë që Pema ka sjellë edhe 3 kavanoza të tillë me e para me kastravecin turshi, me patlıxhanin turshi dhe ajvarin, që është një kombinim shumë i shishëm, shumë i mirë, me specat e keni aty, është gatim që merr shumë pak minuta për ta sjellë në tryezë, ose mund të jetë patjetër bashkë me shoqëruar bashkë me gatimet e tjera. Kemi edhe specat djegës turshi. Keni këto në duar tonë. Do të jetë edhe speca? Dhe jo më kohët. Dikur thoshin për shembull, kur martohet një çift, normalisht me kalimin e kohëve, çifti merr nga njëri tjetri, madje fillon edhe të kenë ngjashmëri me njëri tjetrin, plus pastaj dhe fillon të marrin karakterin e njëri tjetrit. Pra, tash le të jem pak modeste për këtë gjë. Ta provojmë këtë specin. Më pëlqen ti kjo gjëja që çfarë kam në mendje, Andronik i arrin dhe thot direkt. Pra, unë do shkoja të merja, në mund kisha të shkoja të merja kavanozin dhe ti fillove të flisje për këto gjëra. Vetëm se kujdes se djegin shumë. Djegin shumë. Unë do shtoj pak. Atere, për mos të shqetësuar fare, e shtoj direkt të tillë. Mirë do t'u bëj, po të vendos edhe pak kastravesa turshi. Ta hapim dhe kastravesin turshi. Ja, e lëm të këtu. Shumë mirë për zorën, për tretjen. Merë edhe një. I jep një shije të veçantë çdo gatimi. Do të shtoj, se është djeg, perimet. Pra, perimet kanë humbur dhe volumin e tyre. Gjatë gjithë saj kohë, Gati tani do ta pjekim te kjo tava e baltës. Tani kjo tava mos është e vogël? E vogël është pak e vogël. Ja të bëj një lëvizje të shpejtë. Dhe po që e nevojshme vendosim pak të nxehet në furrë dhe më pas e vendosim masën e perimeve, si thua. Dua pak vaj. Shtojmë pak vaj, vendosim të ngrohet. Fërges, e di që nuk është fërges, por do të japi atë shijen e veçantë. Do të marr.
Shtoj edhe çfarë ke tjetër për t'i shtuar dhe ndërkohë ta vendos të ngrohet pak. 2 kastraveca, turshi. Këto janë gjithmonë ato shtojcat që unë them. Kastravecat në për këto sallatat dimërore do t'i përdorim, janë shumë të shëndetshme, kanë probiotik, janë ushqyese të bakterjeve të mira të zorëve tona, që na bëjnë të lehtësojmë tretjen dhe të mbajmë një mikrobiom të shëndetshëm, jo vetëm për kastravecat, por për lakrat tushi, për çdo perime që fermentohet. Është një ushqim shumë i mirë për zorët tona. Ju për shembull, Biles Veriu e ka gatimet me lakrën turshi. Edhe ju e ka një byrek, një lakror me lakrën turshi. Fantastik. Do t'i japi një shije shumë të veçantë, duke e ndihmuar unë më në fund me bim aromatike, me majdanozin. Do t'i shtojnë, dhe shifeni çfarë trajte, çfarë forme mori gatimi. Ende s'ka përfunduar, do vendosim edhe disa minuta në furrë, në tavën të cilën e vendosa të ngrohet, dhe sapo ajo të jetë gati, ne do të rikthehemi pas këtij mesazhi promocional. Mirë se u rikthyet, po përsëris edhe një herë recetën që e kemi gati tani për ta vendosur në furrë, një tavë speciale, me shije shumë të mirë, me ngjyra, aroma të këndshme. Kemi bërë dhe 2 shtesa, të cilat nuk i keni në recetën e shkruar, por do t'ja u tregojmë në fund. Tavë me patlıxhan, perime të tjera me domate, gjithashtu kemi marrë 2 qep mesatare të cilat i kemi zbutur, ka urdisur. 4-5 telpinj hudhër bashkë me qepën, kemi mëtej 2 karota, patate, patlıxhan, speca, domate 1 kg, salcë domate, pak sheqer, mish i grirë viçi 300 gram, një grusht oriz, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, një spec djegës, 50 ml raki ose verë e bardhë është opsionale, dhe ne nuk ja shtuam, se doni mund t'ja shtoni, një gjethe dafine, pak rigoni thatë, krip, piperi zi dhe piperi kuq. Për shije, për të ngacmuar pak shijet e produkteve, kemi shtuar edhe kastraveca turshi. Në ndodheshin, i kemi të pema dhe ju mund t'i gjeni shumë kollaj në supermarketet tuaja, për t'ja shtuar dhe për t'ja përmirësuar pak shijen të gjithë tavës, të gjithë produktet, di që del një recet e këndshme, e bukur dhe e shishme. Kemi vendosur tavën e baltit për t'u nxehur në furrë me pak vaj, tek e cila do të shtojmë masën e perimeve të gjellës, të cilat janë duke u ka urdisur e duke filluar procesi zjerjes, shifeni. Për ta përfunduar në furrë janë 2 arsye. E para, fillon ai koset, merr një tjetër shije, plus që në një tavë balti është akoma dhe më mirë. Po tani. Dhe aty, duke u pjekur ngadalë, i japi një tjetër shije këtij gatimi, e nivelojmë. Një përzierje sepse është orizi dhe duhet që të zjej orizi, do zjejnë dhe perimet e tjera, janë zbutur, kanë marrë aromë. Mos e vrisni gatimin tuaj. Mos e vrisni gatimin tuaj. Jepni dashuri, si e trajtoni, ashtu dhe do ju shërbej. Dhe në furrë të parangrohur, unë e kam nën tek 190, 180-200, unë kam jetuar të mesin e artë 190, të jetë në ajër është akoma dhe më mirë, në 2 rezistencat, dhe, normalisht, filloj me gatimin. Deri në fund besoj të gatimeve të tjera, do kemi shansin dhe mundësin që t'ja u tregojmë edhe të përfunduar tavën tonë me perime, me patlıxhan, domate, speca, karota, mish të grirë, oriz, erza, pa fund shije. Çfarë do gatuajmë tani? Një gjell thashon, një sup me hithra. Po, një sup me hithra. Atëherë, sa të lexosh edhe përbërësit. Sup me hithra. Ju duhen tani nga që ka qenë koha e ngrohtë dhe në zonat që ju mund t'i gjeni janë shumë të mira të njoma. Mund t'i keni dhe në ngrirje, shumë mirë mund të shkoj edhe kjo recet. Mjafton t'i lani t'i pastroni mirë, një çorbë me hithra të njoma. Ju duhen 350 gram hithra të njoma, 1 litër lëng perimesh ose ujë, 300 ml qumësht,
1 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle gjalp, ose 1 gjalp dhe 1 vaj, 1 lugë e gjysmë miell, 1 kokër vezë, kos, 1 lugë gjelle ose 2 lugë gjelle pana, ne kemi zgjedhur kosin, krip piper i zi, ar moskat, koper ose majdanozi freskët, lëng limoni ose pak uthull e bardhë. I lexova nga darkë që ju t'i shënoni të gjitha produktet e supës, e shëndetshme, Pra, kam dhe këndshme në shije. pataten. Do t'jenë të dukshme perimet, nuk do t'a kthejmë në krem, do jetë një supë e plotë me produkte të cilat. Unë i kaloj Të të kundërt, gjitha. nëse do t'i kemi të kaluara në një grirëse, Pakës ujë që të ndihmoj e kam kthyer në pure. Qëmë Pra patate nëse në ne pure, duam dhe ky vërtet në kuzhinë, në këtë emision, misioni im është që unë t'ju jap gjëra sa më të shpejta, sa më Praktike. ekonomike për xhepin, praktike patjetër po. Kjo ndihmon në kohë, në energji dhe në gjithçka. Në energji, në lek, në energji, në të gjitha janë energji. Çdo gjë është energji. Pra, Atëherë. haudisim pataten. do të shtoj. Qepën që unë e kam këtu. E gjitha kalon në blender. Duhet që të zbuten të haudisin të shpërthejnë mirë aromat, pastaj të Pra, veprojmë. tu kisha qepën edhe duke edhe ndryshimi qepës dhe i hudrës, sepse hudra është pak më e verdhë. Do kemi kujdes të hudra, nëse hudra është e madhe dhe ka filluar atë mbirjen, ne do kemi shumë kujdes, ta mush pak, sepse Na ngacmon stomakun. pjesa që është në formën e embrionit të vogël, aty është problemi. Shtoj pakës ujë. Dhe nuk kam fare punë më në blenderin fare. Përzierje. Shiko, e kemi në formën në trajtin e një pelteje. Po. Dhe po ta shikosh nga larg, do t'i japi formën sikur ne po bëjmë një hasude. Shiko. Ka dhe atë shkëlqimin Po, dhe prandaj atë them trajton formën e me një tillë. hasude. Po. Që asaj hasude si t'i japim atë. Ku dhe në dhëndi shkojnë gjua, gjithmonë është e vaj. Unë hasuden e përdor me vaj, nuk e përdor me gjallë. Një me gjallë. Po, edhe me biles me vaj në ullirit. Atere, i jap ato erzat që të kemë unë atë shijen e duhur. Edhe kripën. Piper kam Piperin e dy, kemi shtuar. normalisht. Jam gati tani kosin. Tha mos e kos ose pana, ne kemi Kosin, kosin. unë e tonë kam këtu. ja. Tu kam Që normalisht do të shtohet pak më vonë, si të jetë zjerë pak qepa dhe patatja. Sigurisht edhe hidhra do hidhen më vonë. kam masën e miellit. Sa imët që i ke prerë këto? I kam kaluar në blender. Në blender? Në blender. Da jam prerë aq imët dhe aq në mënyrës. Kam Do ta lëm të zje pak do ta patatën lë dhe të zjej, qepën. po, derisa unë të vë pasaj qumshtin
Normalisht hudhrën unë e kam lënë që të ishte prezente tek ju. E lë paksa, sepse unë e kam ngrirë Te qepa. Te qepa. E lë thjesht që të marrë një aroma akoma më tepër, do ta largoj. Sepse shumë hudhër normalisht që mua nuk po bën. Dhe e lë të bëhet. Hithrën nuk dua ta lë shumë, sepse hithra normalisht duhet të ketë edhe atë ka atë idhësinë e vet paksa. Po normalisht duhet ta lënë në ujë. Derisa do të krijoj atë lëngun, nuk e krijon dhe jeshil, po e lë jeshil si pak a shumë se ngjyra e patlıxhanit, pak a shumë, flasim pak a shumë. E përziej unë duke shtuar dhe arë myshk ose arë moskati. Dhe duke ashtuar dhe arë moskati dhe presim pak që të zjej patatja dhe qepa, që t'ja shtojmë në fakt kur të kthehemi pas publicitetit, edhe hithrën edhe kosin dhe supa është gati, se çorba është gati. Mjafton që ti prisni në copëza të vogla, nëse i doni pastaj në kubik apo nëse doni krem, mund ta kaloni të gjitha në krem, ne vendosëm që t'i lëmë në copëza të tilla të vogla, të kthyera në mikserin. Rikthehemi më njëherë pas publicitetit, besoj do ta kemi përfunduar dhe çorbën, çfarë gatuaj më pas? Më pas diçka me brum. Pas që e ke zënë brumin dhe ka ardhur shumë fare. Ta tregojmë pak brumin se si ka ardhur? Ka një orë besoj që është... Pa. Ja, këtu. Opa. Op, ka pak unë prapë. Me mielin. Op, ka pak unë prapë. Sepse aq më sa do të jemi mund të krijohet një kore sipër. Çfarë gatuajmë dhe një se kam kuriozitet. Diçka me brum. Diçka me brum. Diçka me brum. Hajde, ta zbulojmë pas publicitetit. Diçka bëhet brum. Okej. Mirë se erdhët, mirë se u rikthyet në pjesën e fundit të hapësirës tonë në gatimin e rezedielli, po përgatisim një çorbë me hithra, një përsëritje, një përmbledhje të produkteve. Për t'ju rikujtuar edhe një herë që deri në çfazë jemi ne tani në çorbën tonë. Larë pastruar fillimisht hithra dhe më pas grirë të imtafare në grirësen tuaj. Albana po përgatit kosin, i shtoi një vezë edhe krip, në tenxhere kemi vendosur qepën edhe patatet, të cilat i kemi grirë. Te grirësja e qepës, janë të vogla dhe gati të padukshme. Sa po shtuam edhe hithrat tek zjerja, te vendi ku po zihen, pra te tenxheria ku po zihen patatja dhe qepa, shtuam hithrat kështu në copëza të tilla. Ka një ngjyrë jeshile të errët. Dhe janë një... Shtoj pak ujë. Gjalpin e lë të më tretet paksa dhe hop pakës qumë është nga tradita, sepse tradita duhet që të... Tradit për tradit. Ashtë tradit. Ja. Pra kam kosin vezën qumshtin. Hithrën nuk dua që ta ziej shumë. Që të ruaj ato ngjyrën e vet. Po. Do të shtoj pakës. Gja. Tani do presim që dhe hithra të zjej pak, që I të shkon më së miri. Pak koper. S'ke numërosh se sa tufa koper dhe majdanos kemi dhe shpenzojmë në marë, shpenzojmë. Kjo është një shpenzim i duhur, po më tepër është për t'ja fiksuar anvisave, publikut, përdorni sa më shumë bimë aromatike. Jo vetëm për shijen që ka gatimi, por duke u bazuar dhe tek vlerat e çdo bime. Kam thënë që nuk mund të shtojmë bimë aromatike, atë kam në shtëpi dhe atë e shtoj, absolutisht. Duhet të kombinojnë aromat, të kombinojnë edhe shijet. Se shpesh na bën zing. Jo zing në zing, po zing në... Për shembull, në këtë supë të caktuar që kemi, do shkonte koperi, do shkonte
në energjiku do t'i shkonte, por ndoshta Borziloku do ta shtoni me pikpyetje. Disa nuhatje që kanë vetë anvisat në lidhje me raportin e bimëve dhe gjellëve. Tani, ne këtë po të duam, ne e kalojmë në blender. E largoj. Letë marë pak fresk. Limonin, hithrat janë shumë të mira për shëndetin. Do ta shtoj limonin. Direkt tani do bëj gabim. E lëmë më vonë. Pse? A kemi për në re që ne po të duam që të vendosim, që të bëjmë gjizën, djathin, kosin, a shem limon? Po. Pra, normalisht, është një reakcion me një hershëm. Gjë që nuk e shtoj tani, por e lë shtohet në fund fare për të ndjera të shimë. Marë. Gatimin, supën, dhe do të shtoj qumshin, kosin, vezën. Trazimi është se kemi shtuar dhe vezën aty, ndaj edhe duhet të trazohet mirë që të mos prihet veza. Fik nxehtësin dhe e vendos. Do ta lë me këtë nxehtësi. Më duhet vetëm limoni dhe të gjitha këto largoj. Dhe vi tek receta tjetër. Pra këtu ka limonin, dhe vi tek receta tjetër, me pak të lutem. I kemi në këtë fazë tani gatimin, siç tham, përgatisim diçka me brum. Ja, të lajë duart. Cila është receta me brumin e ardhur, shifeni pak edhe një herë rezultatin. Shpresoj që të dalit dhe të mos jetë ngjitur. Ja. Këtu jemi, shohim pak së bashku recetën dhe produktet. Kemi përdorur miellin për çdo përdorim Ola, imagjinoni se çfarë rezultati na ka dhënë mielli Ola, mielli blu. Sigurisht që mund të zgjidhni dhe llojet e tjera të miellit. 600 gram miell për një pogaçe me djath. 320 ml qumësht të ngrohtë. 10 gram maja e thatë ose maja e butë 25 gram, një lugë gjelle sheqer, një vezë plot, 50 gram gjalp i shkrirë, 30 ml vaj lule dielli, një lugë çaj krip, 250 gram djath i bardhë. Na duhet edhe një vezë tjetër për lyerje sipër, pjesa e verdhë e vezës dhe pak vaj ose gjalp shtesë për petët. Atëherë, kemi përgatitur brumin me produktet që i lexuam, me miellin, me majan, me pak sheqer, me qumësht të ngrohtë. Edhe një vezë. Dhe e kemi lënë që të qëndrojë, të pushojë. Çdo brum ka nevojë që të pushojë, nëse duam rezultat të mirë, rezultat të kënaqshëm. Qumshtin e largoj. Se kemi përdorur qumshtin për të zënë brumin, ë? Tani këtu më do në vindcosh pak djath. Do ta vendos në frigorifer qumshtin. Dhe të filloj me një pastrim mirë. Pra kemi vezën këtu, kemi tavën që do ta vendosim brumin. E një çigëshërën doja unë që ta thërmojmë. Normalisht, për arsye higjienike, pakës fare, pa limon, se kemi gatuar. Kemi djathin e deles nga lufra, kemi zgjedhur për ta përdorur tek pogaçja, dhe pse janë të gjitha llojet këtu bashkë me ju në familjet tuaja, mund të zgjidhni cilin djath që keni aty në dollap. Atëre, shiko. Aktivizimi i brumit, shiko. Ja. Shif. Është zvogëluar masa. Është gjithë fluska tani. Ndihet ajo butësia dhe... Edhe lëshon një shumë të... Kur diçka ka ajër. Kjo është. Se fluska ka ajër. Si të mekur.
pra do ta punojmë edhe një herë. Shikon, Po, ndjen ato fuskat. Janë disa Qahen edhe nga presioni plastike brendshëm. që janë me fluska që vendosen për gjërat që janë delikate, sidomos në enët e kuzhinës dhe në pajisjet elektrike. Që sa shpejt punohet, sa më shumë të punohet brumi dhe sa më shumë të qëndroj. Ja. Ke bërë kulaçka, do t'ja vendosësh pastaj në format të kemi dhe djathin që do ta mbushim. Pogaçen. Dikur këto pogaçe i përdorin në përdasma, i bërin dhe me qiqra, pogaçe me qiqra. Sidomos të vjen dhe janë të Gjirokastrës. Dhe faktikisht mbiemri gjyshit tim është pogaçe. Duket mbiemrat viheshin nga një profesion zanat që kishin ose atë punë që merreshin dhe kishin ndryshe nga të tjerët, i referoheshin dhe mbiemrat. Ashtu nuk e di më për gjyshin tim, shif. Gjyshim ishte larguar në mërgim në kohën e Nolit, në Australi, 35 vjetë. Normalisht atje kishte një hotel. Po, kur erdi këtu nuk e di pogaçe i qëndronte apo jo, por di që ishte më pas roje në kombinat. Ja, kam edhe brumin këtu. Pra nuk e di nëse do ishte i duhur mbiemri i tij apo jo, por kam edhe një pjesë Z këtu dhe e lë të vi prapë në rahatin e vet. E shoh që kam pak fare më të voçkël. Që mos o bëj me hile. Opa. Tani këto kulaçkat kanë akoma mundësi që të qëndrojnë të Po, fryen. qëndrojnë dhe bëjnë akoma edhe më mirë. Djathin i shtojmë, opa, pakës fare këtu, pakës piper. Shtoj edhe pak vaj, sepse bëjt akoma edhe më mirë. Këtu. Normalisht vajnë që do t'i lyem. Ne do thjesht të kuptojmë dhe të ndjekim hapat si do të ndërtohet. Deri te brumi e mësuam. Pjekja s'ka nevojë të them pjekje. Po, dhe djathin e kemi thërmuar. Tani si do të vazhdojë procesi i punës. Është aq e butë. Mielli nuk do të jetë i fortë. Mielli unë. Brumi nuk do të jetë i fortë. Po. Të ruajmë butësinë e tij pas ardhjes nga majaja. Tani këto petët ti po i hap si kundër veprojmë për byrekët, apo jo? Ja, i lë pak sa kështu me të shplodhen, hapen shplodhen, edhe Niki, këtej a vjen edhe vendos pak limon që të kemi. Që ti ndryshoj. Ne do ta vendosim që ta lëm çorbën të tillë. Nuk po e bëjmë krem, ndryshe do të kishte emrin krem. Gjithmonë kemi bërë me krem, gjithmonë i kemi bërë. Ka patate i qepën hithrat, të ketë edhe shija. Shumë është edhe kos, edhe një vezë, kështu që gjithë mirat i ka. Është gati tani vjen ajo aroma e hithrave. Limoni jo vetëm për shijen, por edhe për ta përthithur më mirë. Të gjitha vlerat e çdo produkti të shtuar, kryesisht të hithrave, të cilat janë shumë të mira në çdo stin, sidomos edhe kur i keni në ngrirje, në çdo moment duhet i gjejmë për pastrimin e gjakut, për hekurin, për fuqinë, për energjinë, për shëndetin e brendshëm dhe për shëndetin e jashtëm. Tani kjo është gati. S'po e lëm. E merre kalon direkt atje, edhe jemi më. Këtu pra përfundoi çorba me hithra. I shohim dhe njëherë produktet për artistat që nuk kam arritur t'i shënojnë ato. Albana ndërkohë merret edhe me pogaçen.
një çorbë e tillë plot. Shifeni nuk është as në formë kremoze, as shumë e hollë, na duhet fiks kështu siç është. Të ftohet edhe pak dhe është servirin në pjatë me hithra të njoma, ujë ose lëng perimesh, qumësht, qep, hudhër, gjalp, miell, vezë, pana ose kos, ar moskat, kripi perizi, koper ose majdanoz i freskët, lëng limoni ose pak uthull e bardhë, që shtuam në fund fare lëngun e limonit. Ndërkohë tava, ta si pak tavën aty, edhe po gaçen, sepse edhe pak një minutë na ka mbetur për... Ja. Është aty ku duhet. Ato aromat e kanelës kanë mbetur ende, te kima që ja shtuam tavës tonë. Është tava me perime, me patlıcan, ndoqët në pjesën e parë. Mund i duheshe për tu qetësuar edhe pak minuta, sërish mund ta vendosim në furrë, po kjo është rezultati deri në këto momente që ne po gatuajmë. Edhe unë, direkt. Dhe një shembull të... Po, mje pak djathtin të lutem? Po. E të trazojmë pak me lugë, edhe me gjalpin. Ska në bëj fare të trazimi me lugë, fare. Pra i hapëm petët, pasi qëndroi brumi 20 minuta. E kemi ndarë në kulaçka, çdo kulaçkë e kemi hapur kështu në këto petë, në këtë formë. Shtuam aty gjalpë dhe djath, sërish me gjalpë të shkrirë. Dhe tani do ta mbështjellim. Kështu ta vendosim. Këtë punohet. Vazhdoj. Edhe përsëri me gjalpin. Në këtë mënyrë do veprojmë edhe me petët e tjera, derisa ta mbushim komplet tepsin. Më pas sërish do ta strokasim me gjalp dhe do ta vendosim për t'u pjekur në furrë. Atëherë, filloj. Ja. Do hapet e gjitha. Po normalisht do bëhet me petë më shumë, Po. Do të fryhet ajo përsëri nga majaja që ka. Po ta lëmë në temperaturën, siç e kemi nxjerrë tani atë tavën, është fikur soba, furra. Tani unë do të shtoj dhe petët e tjera që kam këtu për shembull, ja. Që mund të vazhdojmë të njëjtin proces këtu. Një sekondë. Derisa të mbushet tepsia, e njëjta gjë. Se ne duhet ta mbyllim tani, duhet të shkëputemi për publicitetin dhe për fleshin informativ. Dhe ju mund ta gjeni në YouTube. Sërish e punoj. Okej. Derisa mos harroni gjalpin sepse unë të kem, ja. Dhe e plotsoj të gjithë pjesën. Po. Duke mbushur çdo petë me djathin. Mirë, të lumshin duart. Ne vazhdojmë punën edhe pak minuta, ndërkohë së bashku shihemi pas pak në Bima dhe Shëndeti. Mirë se erdhët. Ju përshëndesim me doktor Ylli Merian në rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti. Faleminderit doktor që jeni këtu. Faleminderit për juve që na ftoni në emisione të tilla. Më vjen mirë që sot kemi zgjedhur të flasim për një super frut të vendit tonë. Bëhet fjalë për murizin. Nuk duhet të neglizhojmë apo të harrojmë së përdoruri këtë alat për shëndetin tonë, për zemrën kryesisht, për jetëgjatësinë, po do të flasim për benefitet që ka ky frut. Është pikërisht tani sezoni i murizit. Mund të themi që është një bimë mbar kombëtare e familjes rozacea, trëndafilore. Prandaj ngjan me trëndafilin e egër. Po, gjendet edhe në zonat e ulësirës perëndimore, nëpër Kodrina e kështu, pasi do në tokat kulluara dhe gurishtore, dhe deri në lartësitë 1800 metra mbi nivelin e detit. Pra, nëse do e shojmë atë malin e Gribës, kur i afrohet 2000 metrëshit, këto bimët sikur rallohen. Po unë e ka vënë edhe në shumë malet të tjera që kemi bërë kështu ekspedita e kështu, kanë qenë bimët e murizit të pranishme gjithandej. Kur kam qenë student nga viti 84, më duket, vinin ca shofer me ma unë dhe sillin një ilaç të vogël, kështu me pika, ku i pej ekstrakt i murizit. Dhe
E sillnin nga jashtë? E sillnin nga jashtë dhe e përdorin me pika, thoshin i mrekullueshëm. Kemi pat një mikrobiolog, profesor, një Vaso Bilushi, dhe ajo thoshte, po pse atë, ja ku e keni natyrën, ngjitu aty tek mali, mblidheni dhe ky është i mrekullueshëm për zemrën. E ne ishim të rinj atëherë, nuk ja kushtonim shumë vëmendjen këtyre fjalëve të profesorit, ishte shumë i talentuar, por unë them këtë gjë. Lanë gjurmë ato fjalët dhe më mbrapa neve bënim disa testime. Për shembull, mblidhim për ta shitur bimën, i mblidhim në natyrë, nxirrim ato lekët që neve bënim vitin shkollor, si student, dhe provonim të zjenim nga një gotë nga kjo. Kur e pinim çajin e kësaj, flinim shumë e qetë, edhe pse ishim të lodhur, shumë se do t'i ke 4-5 orë dhe tërë ditën në këmbë që të mblidhje nga këto, flije shumë i qetë dhe ngrihesh në mëngjes i çlodhur. Dhe kur u epim të moshuarve, ata kishin një lehtësi në punën e zemrës. Pra këto neve na lanë gjurmë në kujtesën tonë dhe pak e nga pak arritëm që t'ua transmetonim njerëzve në vitet e mëvonshme. Kurse sot, që ka më shumë punime shkencore, më tepër burime informacioni nga qendra me të vërtet kërkimore shkencore, neve marrim një lumë të tërë informacioni se si kjo bimë kaq e çmuar, me këto frute kaq të vogla dhe kaq të bukura. Dhe shumë të bukura që do thot është plot me antioksidant. Është shumë e dobishme për njeriun në tërësi. Atëre, nëse do t'i them njeriut, a do t'i jetosh më gjatë? Po. Pastro arteriet dhe venat, duke përdorur lulet, gjethen dhe frutin e kësaj bime. Përdoret i gjitha, pra dhe lulet edhe gjethet edhe frutit. Patjetër, mund të përdoret edhe sythat e saj, mund të përdoret edhe lkura. Por le të mbahemi tek këto mrekulli të natyrës, tek këto xhevaire, le të themi. Pra këto kokra të vogla, me këtë gjethen si të dhëmzuar, që shkon nga 3-5 deri në 7 dhëmzime, është një frut i mrekullueshëm për t'i dhënë një energji të re trupit tonë. Energji jo se kjo ka shumë kalori, por një energji që neve e marrim edhe nga ushqimet e tjera, shkon në përinde pa u penguar diku. Mund t'i kujtojmë teleshikuesve. Ne kemi arterie, vena, arteriola, venule, kështu me radhë, një gjatësi të tillë afërsisht t'i vi 2 deri në 3 herë rreth e përqark ekuatorit. Pra, nëse ekuatori është 40.000 kilometra, ne sistemin ton të qarkullimit të gjakut e kemi nga 100 deri në 120 ose edhe më shumë. 1000 kilometra. Dhe për ta mbajtur gjithë këtë sistem që është më i madhi, më i rëndësishmi në organizmin ton, njeriu duhet të përdori nga këto fruta natyrale. Super. Pse e bën kaq të fuqishme për shëndetin? Po, pikërisht, çfarë përmban mulizi që është kaq alati mirë? Këto përbërësit kimik të kësaj bime. Nëse ne do ta marrim për shembull dhe ta përtypim kështu në gojë, do të vëmë re që ka një athëtir, ka një si thartir, po ka edhe ëmbëlsinë. Do me thënë, ato flavonoidet, ato acidet triterpenike që ndodhen në këtë frut, të gërshetuara shumë bukur edhe me pektinën që ndodhet e fruti dhe tek sheqernat, i japin këtij një kompozim shumë të veçantë që zorse mund ta përgatisin ndonjë laborator shkencor këtë produkt. Atëherë, le të vemi tek flavonoidet. Viteksina është e para. Mandej, vëmë re që quercitina dhe rutina fillojnë që të rritin përqindjen e saj dhe kjo tashmë nuk është më thjesht një frut me një ngjyrë të kuqe që ka pak vitamina A edhe pak atë beta karoteni, por këto antioksidantë janë të mrekullueshëm për ta bërë këtë frutin që të jetë edhe antioksidativ, por të jetë edhe anti-inflamator i mrekullueshëm. Pra, këto përbërësi që ne përmendëm tek flavonoidet dhe tek proantocianidinat që ndodhen po në brendësi të këtij fruti, atëherë i japin këtij një veçori të tillë
ka veti anti-inflamatore dhe antioksidant të fuqishëm. Pra, një produkt kardioprotektiv i mrekullueshëm për njeriu. Për shembull, në raport me frutat e tjera të njëjtës familje, është më antioksidues murizi se sa Është më frutat e tjera, antioksidues edhe fal disa acideve fenolike, acidit klorogjenik dhe kafeik që ndodhen këtu në brendësinë e këtij fruti, por jo vetëm tek acidet që ka dhe tek flavonoidet që unë i përmenda më sipër, por duke e parë në kompozim të plot në mënyrë unike këtë frut, ne shikojmë se ka edhe përbërës të tjerë. Për shembull, nëse do ta përtypim, ajo thartira ka lidhje me vitaminën C. Dhe nuk është pak, është gati 30, 50 deri në 100 mg vitaminë C në 100 gram frut. 100 gram frut është afërsisht kjo këtu. Ja, kjo. Këtu ne kemi, marrim si thua dozën ditore të një njeriu për vitaminën C. Po. Doktor, kjo si përdoret, se ju thatë që e provuat edhe mund të konsumohet, vetëm si çaj konsumohet apo edhe si frut? Nëse do t'i marrim këto frutat kështu me kujdes, mund të bëhet një reçel i mrekullueshëm dhe në brendësi të këtyre farave ndodhet kjo ka vetëm një bërtham. Prandaj e ka edhe këtë emërtimin Crataegus monogynia. Crataegus do të thotë të jep forcë. Krata. Po. Ndërsa monogynia do të thotë ka një vezore. Dhe kjo një vezore na jep një frut, një bërtham. Atëre, kjo bërthama në brendësi përmban disa mikroelement, siç është për shembull kalciumi, që është i dobishëm për kockat, po siç është edhe hekuri, që është i dobishëm për gjakun për shembull, sepse tek ruazat e kuqe të gjakut ky është një përbërës i rëndësishëm. Ndihmon në oksigjenim në transportimin e oksigjenit. Ky hekur që ndodhet me gjithë sasi të vogël, por gjendet këtu. Po kemi për shembull edhe magnezin, zinkun, bakrin, që janë mikroelement, po janë shumë të dobishëm për organizmin. Edhe këto, le të themi, zinku, bakri, kështu, nuk janë element makro për organizmin, me shumicë, por janë element mikro. Dhe në një drejtim, neve e marrim pikërisht nga ky frut i morizit. Që minerale gjurmë ndryshe. Patjetër, po. Atëre, nuk janë vetëm këto, por kemi këto acide triterpenike. Pra acidi ursolik që ndodhet këtu, triterpenet, i japin këtu këtij frutit një veti të mrekullueshme në drejtim të pastrimit të arterive dhe të venave. E prandaj thash, duke i mbajtur gjithë sistemin e qarkullimit të gjakut të pastër dhe të shëndetshëm, ne i ofrojmë trupit me të vërtet një rinim të gjitha organeve. Kudo që shkon gjaku i pastër dhe i pasuruar me këto mikroelementet edhe me këto acidet triterpenike që unë i përmenda, atëre këto japin atë efektin e tyre. Nëse gjejnë ndonjë arterie në pjesën e brendshme të saj, në atë lumenin e saj të brendshëm, që të ketë krijuar ndonjë gërvishje, ndonjë inflamacione kështu, ndonjë depozitim të pllakëzave të këtyre triglicerideve, këto fillojnë lehtësisht një pastrim dhe si thuash i tresin ato. Por i japin edhe një efekt tjetër këto acidet organike që unë përmenda, edhe këto klorogjenik, kafeik dhe triterpeniket, i japin një efekt të mrekullueshëm në organizëm në drejtim të shkrirjes së trombeve. Ne kemi patë raste, për shembull një person mund ta kishte 12 cm një tromb këtu te vena safena dhe mrekullisht mirë për një periudhë kohe ajo tret pak e nga pak, diku 4-5 muaj. Pra kuptuam pastrimi i arterieve, shëndeti i zemrës, pagjumësia, të tjera përdorime terapeutike, si e këshilloni përdorimin e murizit? Si frut edhe si lule, se të dyja besoj janë Patjetër, pra edhe lule që ne shohim. Trajtime të ndryshme, lulja e verë dhe bardhë. Veç ne do të theksonim që nëse grumbullohen këto lulet në natyrë, është mirë që kjo gonxhja të mos jetë hapur, të mos ketë çelur. Në mënyrë që ai poleni i luleve si rasti më tutje, pra lulja tjetër është si mbrapa që është gonxhe e pa çelur. Edhe ne vinim re edhe në vendlindjen tonë për shembull. Ai poshtë mund të ishte kështu i çelur dhe ky lihej për të kaluar në frut dhe më lart duke u ngjitur në lartësi
e gjëje gonxhe, më lartë akoma ishte e paqelur, fare, sepse ka lidhje edhe me këtë që njeriu, nëse ngrihet 170 metra lartësi mbi nivelin e detit, temperatura ulet me 1 gradë. E kjo ulje temperature na bën atë gjë që nuk qel i tërë shpati i malit në një periudhë kohe, për shembull 10 ditore, le të themi. Po shme faza, sa më lartë, aq më vonë. Sa më lartë, aq më vonë mund të qeli ky frut. Këtu ka edhe një gjë tjetër. Për shembull, ne përmendëm flavonoidet, që janë nga më kryesoret. Përmendëm këtë proantocianidina. Proantocianidinat janë, si thua, disa katalizatorë që shumëfishojnë punën e flavonoideve. Në kupton, pra e bëjnë shumë më aktive dhe i japin asaj, si thua, një kuptim sinergjik, gati 1 fishe gjysmë ose 2 fish. Po. Tani, të tregojmë pak kombinime të ndryshme që mund të bëjmë në shtëpi për përdorimin e murizit. Qoftë murizit lule, qoftë murizit kokër. Duke bërë çajrat ose duke bërë kombinimet dhe duke treguar përfitimet që marrim ose gjendjet terapeutike që krijojmë përmes tyre. Po, atëherë, le të themi që një person do të bëjë një pastrim të arterieve. Do të ishte shumë mirë që 45 deri në 60 ditë të përdori çajin e murrizit, thjesht në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 10 gram nga kjo lulja, e zjejmë në gjys litër ujë. Ose 200 ml ujë, një lugë gjelle me lule murrizi. E zjejmë afërsisht 2 minuta, e lëm që të ftohet dhe pihet. Konsumohet gjithmonë është mirë para buke dhe tjetë i ngrohtë, në mënyrë që tjetë shumë aktiv dhe ne të mos ta lodhim mëlçin, që ajo të më balancoj dhe temperaturën e trupit e kështu me radhë. Atëherë, merren 2 deri në 3 gota në ditë. Nëse duam për shembull që të kemi një pastrim, po nuk e kam të arterieve, po nuk e kam lulen, kam frutin e tij. Kush është më i fuqishëm, lulja apo fruti për pastrimin e arterieve? Të acideve organike dhe të flavonoideve dhe të vitaminës C dhe A është fruti. Sa frut mund të përdorim për një çaj? Atëherë, për një çaj, që do të ishte përsëri shumë mirë që neve këtë frutin ose do ta zijejmë 3-4 minuta dhe ta lëm 15 minuta që të ftohet, ose mund ta shtypim kështu, ta bluajmë dhe ta hedhim në atë ujin e përvëlojmë dhe ta lëm 10-15 minuta përsëri. Kjo shtypja ka krijuar ato mundësinë e çlirimit. Rrit sipërfaqen e prekjes së ujit me bimën. Dhe kjo sipërfaqe e madhe e rritur e tij na krijon mundësinë që, si thua, të kalojnë shumë më lehtë ato mikroelementet, ato vitaminat, ato flavonoidet, ato proantocianidinat, të kalojnë shumë më lehtë tek çaji. E kullojmë, do ta konsumojmë gjatë ditës? Patjetër. Doza maksimale 3 gota nga 200 ml dhe si sasi nga 6 deri në 10 gram gjethe dhe lule, po kaq edhe frut. Kjo është një mënyrë... Një mënyrë pastrim arterie që ju thatë 45-60 ditë pra gati 2 muaj. Bëjmë një pushim, mund ta nisim prapë, se ka njerëz që mund të pyesin që mund ta konsumoj për ditë dhe për sa kohë murizin. Po, sikur të themi kështu, le të marrim për shembull një lavaman i cili është i bllokuar nga ato yndyrnat e... A mund ta pastrojmë për ditë atë? Jo. Ne e pastrojmë një periudhë kohe, bëjmë një pushim, sepse arteriet tashmë janë rifreskuar, janë bërë si më të reja. Dhe këto nuk ka nevojë që neve prapë pas një muaji të pijmë këtë çaj. Jo. Çfarë do të ndiejmë një herë? Nuk do të kemë një tension të çmendur, 18, 20, 21. Do të kemë një vlerë nga 120 mm të shtyllës zhivës deri 140 maksimale. Flasim për një njeri 60, 65, 70, 80 vjeçar. Kur dhe arteriet janë më të trasha. Pra një ulje të presionit të gjakut, sepse arteriet tashmë kanë fituar elasticitetin e tyre. Ky luftim i arteriosklerozës që ne kemi bërë, nuk do të na rishfaqet përsëri që të rikthehet ai për 2 muaj. Jo. Kjo mund të rifillojë përsëri, jo 2 muaj, po më pak. Në varësi dhe të stilit jetesës së ushqimeve. Një periudhë kohe, për shembull, mbas 3-4 muajsh pushim, përsëri një muaj tjetër. Mund të ristartojmë, e qartë, e kuptova. Por mund të përdoret kështu, nuk është helm, domethënë, nuk është vrastar. Nuk ka efekte anësore nëse përdoret. Është shumë paqësor me njeriu. Në qoftë se unë e marr dhe dua ta përdor, për shembull,
le të themi në një aritmi zemre. Po. Atëherë, kjo e zbut këtë aritmin, por mund ta kombinojmë me një bimë që ne kemi provuar qysh në vitet e para të punës son, likopsi. Po. Atëherë, mund të marrim gjysmë litër ujë, hedhim në të një dorë ose një sa kap dora për shembull kështu. E kemi këtu likopsin doktor? Likopsi, po, duhet të jetë. Ja, e kapa dyrë. Kjo është lulja likopsi që është në foto. Likopsi është i mrekullueshëm për aritmin e zemrës dhe është i mrekullueshëm shumë efektiv për ata persona që gjëndra tiroide është në një hiperaktivitet të saj. Pra, prodhon më shumë jod se sa i duhet. Po. Dhe në këto të dy raste, likopsi i kombinuar me murrizin bën me të vërtet atë mrekullin që e zeron, si thuash, atë çrregullimin e pulsit të zemrës. Pra, aritmia dhe një hipertiroidizëm, ky kombinim. Ky kombinim është i mrekullueshëm pa diskutim. Le ta provojnë njerëzit dhe do ta ndjejnë atë kënaqësinë e të ndjerit mirë. Po. Por le të themi në një rast tjetër, për shembull, murrizin ne mund ta përdorim nëse kemi një kolesterol të lartë, të ngritur, dhe mund ta kombinojmë këtë edhe me disa bimë të tjera mjekësore që neve i kemi sjell këtu. Për shembull, mund ta kemi një tension për shembull 200, po që përsëritet shpesh, pra tensioni arterial. Mund të marrim shpejt të përvëllojmë një dorë me murriz lule, një lugë gjelle ose lugë çaj me hibiskus, në varësi edhe nga tensioni. Mund të hedhim në të ose mollë të egra, ose pak vjeshtull bredhi, pak 3-4 gjethe vjeshtull bredhi nga kjo viskum album, një dorë me mollë të egra, i lëm ato 10 minuta për shembull, ndërkohë që bëjmë këtë çajin, vendosim dhe këmbët në ujin e nxehtë, mund të marrim edhe një thelb hudër që ta mbajmë, te ky çaj pasi e kullojmë që ta pim, mund të shtrydhem edhe pak lëng limoni. Është e sigurt që të gjitha këto masa që ne kemi marrë do ulin hipertensionin arterial. Tani, këtë e përdorëm, e kemi ulur tensionin, ndërkohë të nesër sërish do ta përdorim çajin, mund ta ripërdorim përsëri dhe nuk bëjmë asnjë gjë të keqe. Qartë. Mund të përgatisim në kushte shtëpie dhe kjo është më e mira, pasi neve i marrim të gjitha ato vlerat që unë përmenda më sipër, qoftë ato flavonoidet, proantocianidinat, acidet organike, mineralet, vitaminat, të pa oksiduara, e theksoj këtë. Po t'i marrim të plota, mund t'i marrim në formën e një eliksiri me lëngje frutash. Dhe çfarë mund të bëjmë? Marrim për shembull një pako ose 2 me boronicë. Këto do t'jenë gjithmonë në varësi nga ena që neve i hedhim këto fruta pylli. Pra, marrim boronicë, 1 ose 2 pako, 1 ose 2 pako dëllinj, të kuqe ose të zezë, kemi tashmë frutin e murrizit. Si thuash, do bëjmë një ansambël me vlera minerale dhe vitaminoze dhe antioksidant për organizmin. Pra, diçka që e ka fruti murrizit, nuk e ka dëllinja. Po në sinergji me njëra tjetrën? Në sinergji me njëra tjetrën, këto më shumë fishojnë veprimin në organizëm. Pra, hedhim këto, shtojmë dhe mollë të egra 1 ose 2 pako në 5 ose 6 litra ujë. I lëm 2 ose 3 ditë, mund t'i shtojmë afërsisht 200-250 gram mjalt kësaj përzierjes, të tretur edhe mjaltin, dhe i lëm mbyllur 2 deri në 3 ditë. Le të provoj kush të doj. Pra nuk i zjemi, lëm të qëndrojnë dhe 3 ditë në ujë. Aty. Do të vëmë re që pak e nga pak, do të çlirojnë. Këto do të çlirojnë, ai ujë do të bëhet një eliksiri i kënaqshëm që 2-3 ditë e para. Dhe për 2 javë afërsisht bëjmë këtë proces. Marrim eliksir nga poshtë dhe hedhim ujë nga sipër. Dhe kjo afërsisht për 1 muaj na jep kështu të tjerë holl fare, të gjitha këto mikroelement që unë i përmenda. Pra kjo është një mënyrë më e mirë, po thoni doktor, për t'ja marrë gjitha këto vlera dhe element që përmendët, se sa në rastin kur e zjejmë si çaj një frut? Në rastin kur e zjejmë si çaj, në zjerjen e parë, neve marrim afërsisht 60% të lëndëve aktive që ka. Po, pra mënyra më mirë është ky qëndrimi në ujë për 2 ditë që të qëndrojnë aty. Dhe pastaj ato qëndrojnë në ujë afërsisht 1 muaj. Po. Sepse neve hiq
hiq eliksir, do të shtojmë sërish tuj. Pra, a janë ato enët që kanë ato qezën e prapë dhe vogël? pak mjalë, dhe kjo është një pije nga më të mirat energjike. Pra, probiotikët, mikroelementet, flavonoidet, proantocianidinat, acidet organike, pak vaj esencial që e ka kjo, shumë pak, por aman janë shumë të dobishme për organizmin. Këtu po shoh që na keni dhënë dhe një recetë si shpëlarës fytyre. Po për fytyrën, çfarë efektesh pozitive përfituese ka murizi? Unë e kuptoj, pra femrat atë duan. Mirë, të gjithë të tjera. Për shembull, le të vemi tek një shpëlarës fytyre. Ne vëmë re që nga puna, nga ecja gjatë ditës e kështu me radhë, ose na kryet yndyrë, dhe kjo bëhet si e shtresëzuar, po shumë dhe na bezdis që duhet ta pastrojmë, ose kjo yndyra mund të bëhet si shkas edhe për ngjitjen e këtyre bakterieve që më pas ato na irritojnë rrënjën e qimes dhe na kryejnë ato puçrat. Atëherë, këto acidet organike që ne mund t'i bashkëshoqërojmë edhe me livandon, edhe me petalet e trëndafilit dhe bëjmë një shpëlarës të fytyrës. Tretësa organik, antioksidant të cilët... Si një tonik për fytyrën, pa pas e kemi larë shpëlarë dhe lyem fytyrën e shplaj me këtë përzierje. Por nëse do përdoren këto çajra që unë i përmenda kështu... Se bukuria vjen nga brenda. Patjetër. Kjo është formulë e njohur. Edhe duke përdorur pak nga jashtë, sidomos edhe me petalen e trëndafilit e kështu, kjo është e mrekullueshme, thjesht jo vetëm për ato që kanë yndyrën e theksuar të tepruar në lëkurë, por edhe ato që kanë këto aknet rozace, që prania e yndyrës tek ky grup njerëzish është si thuash një bezdi, sepse e thekson shumë herë më tepër atë ngjyrën e kuqe që bëhet midis ato damarët e kuq që bëhet te mozat. Për pagjumësinë ka ndonjë efekt? Për pagjumësinë, patjetër. Mund të vi efekti në mënyrë indirekte. Po si? Nëse mua më dhëm koka në një pjesë këtu, bëjmë shumë mirë që unë t'i bëj një relaksim, një masazh, sepse aty nuk ka qarkulluar mirë gjaku. Nëse ndjej veten si të lodhur e kështu, nuk më qarkullon mirë gjaku në kokë. Nëse unë jam i pafuqishëm në mëngjes dhe si thuash, prap ndoshta nuk jam ngopur me gjak, shkaku është ky, në trurin tim nuk qarkullon mirë gjaku. Atëre, duke përdorur këtë murrizin, duke u përmirësuar qarkullimi i gjakut në kokë, vatrat e trurit do të frenohen lehtësisht në mbrëmje dhe njeriu fillon që të floriqet. Por nëse e kombinojmë me disa bimë të tjera, pra për të bërë atë sinergjin me njëra tjetrën, atëre efekti është pa diskutim i menjëhershëm dhe i mrekullueshëm në organizëm. Po si praktikisht. Marrim le themi 250-300 ml ujë. Hedhim në të një lugë gjelle me lule murrizi ose edhe frutin, cilën të kemi në shtëpi. Një lugë çaj me valerian dhe pak barblete ose dhe livando. I japim një zierje 1 deri në 2 minuta, pas 10 minuta shekullojmë dhe e pim. Do të vëmë re që nga dita në ditë, gjumi nuk do të jetë më kështu me shkëputje, që të flësh një orë të ngrihesh kështu, ose nuk do të jetë si ai gjumi që i themi ne si gjumi lepuri, që prapë me një gjë e vogël çohesh, po. Do të bëj një gjumë të qetë, të thellë dhe trupi në mëngjes do të ndihet shumë herë më i relaksuar. Përmendëm që parë që ka shumë nga këto acidet, për shembull organike dhe ursolik, klorogjenik, kafeik e kështu me radhë. Këto acidet organike, kur shkojnë në veshka, bëjnë një mrekulli. Shkrijnë nga këto oksalatet e kalciumit, i tresin dhe ato jashqiten dalin jashtë me urinën. Atëre, ky shkarkim që i bëjmë neve veshkës, ky pastrim, bën që të gjitha ato nefronet të jenë më së miri të shëndetshme, të qarkulloj lirshëm gjaku aty, dhe të mos ketë më kristale që atë me të vërtet e bezdisin veshkën në punën e saj. Po. Mirë, folëm shumë për këtë bimë dhe superfrut të fuqishëm të Shqipërisë që nuk duhet neglizhuar. Ne eksportojmë apo jo murrizin? Është një bimë që shumë e kërkuar, një frut që shumë i kërkuar edhe jashtë, por duke ja ditur gjithë këto vlera, mund ta mbajmë shumë mirë marrëdhënien me të për ta përdorur në gjendjet e caktuara shëndetësore, por edhe thjesht për të pastruar arteriet, për këdo që nuk ka asnjë gjendje, por duhet të mbajë një nivel të mirë të elementeve në trupin e vet.
Do të shkëputemi për pak publicitet, doktor, dhe më pas në studio na bashkohet Alketa, vjen nga Gjermania, ka për të rrëfyer një histori. Dhe ne jemi duke përgatitur çajin ton të Murizit për të vazhduar bisedën dhe për t'ju prezantuar me Alketa Schindler. Mirë se erdhe. Ka ardhur nga Gjermania, e falenderojmë shumë, edhe herë tjera kemi patur mundësi të komunikojmë me të, për të na treguar se sa shumë e do Shqipërinë, natyrën, bimët shqiptare. Jo vetëm se ka një histori të vetëm për të treguar në lidhje me shëndetin dhe raportin që ka, por edhe ndje me fat edhe shumë e lumtur që përmes nesh ke njohur doktor Yllin. Më trego pak. Esakt. Ndërkohë po të mirëpresim siç jemi ne mikpritës. Doktori po thoshte që nga zjerja e frutave të Murizit, ngjyra e tyre është zbehur. Po duket pra ka. E tillë duhet të jetë zjerja. Shifeni nga të kuqe, siç janë këto kokrat, janë zbehur dhe janë gati të bardha. Gjithçka është lëshuar tek çaji dhe ne do ta shijojmë. Alketa. Niki e dashur, unë gëzohem pa mas. Kemi bërë dhe një herë, ose disa herë, një intervistë të shkurtër, dhe sa shkon koha dhe kalon, aq më tepër vazhdon ndihma që ne japim, shqyr Zotit themi, prej këtyre bimëve që kanë arritur dhe janë përhapur kaq shumë dhe në vendet evropiane, siç është Gjermania, Zvicra, Austria, fal Report TV-s, Reze Diellit, sepse dhe unë vetë informacionin për doktor Yllin e drejt këtu e mora. Çfarë të lidhi personalisht? Cila gjendje shëndetësore të lidhi personalisht me doktor Yllin që ty tashmë të ka bërë, si të thuash, një shembull konkret shërimi? Jo, është bërë ambasadore e bimëve, e vërtet. Faleminderit. Unë vetë kam patur shumë smundje të rënda dhe aty mi kishim presh shpresat. Jam operuar 3 herë në tru, 1 herë një veshk, dhe mi hoqen shpresat në reanimacion. Shikonin motra Tezja, shikonin nga Amerika, nga bota, shikonin Reze Diellin dhe më thanë, shiko se ka bimë shqiptari që ndoshta të ndihmojnë. Vinë në Shqipëri, filloj kurën, dhe si më shihni sot jam ndoshta mirë, jam në gjendje... Si kokremollës je. Mashallah. Jam në gjendje të ndihmoj shumë shqiptar, po dhe gjerman shumë të huaj, dhe të gjithë janë shumë falenderos. Në emër të tyre unë ju falenderoj, sepse për ditë i dëgjoj, janë me dhjetra, me qindra, që kërkojnë, thonë, vetëm ta shprehim një herë këtë mirësi që kemi marrë nga juve. Do jetë dikush që besoj ka të njëjtën histori për të treguar në raport me shëndetin dhe fuqinë që ka gjetur tek bimët shqiptare, tek çajrat. Cilat janë ato bimë, ato çajra, ato formula që ti nuk i ndan nga kuzhina jote, që i përdor tani në mënyrë të vazhdueshme prej vitesh? Rigoni, mëndra e butë, sodë e bukës, piperi, dhe mësën janë 3 piperet bashkë, janë jashtëzakonisht të mira. Buri im nuk heq nga dollapi Murizin, ekstrakt Murizin është gjerman, po ekstrakt Murizi e di më mirë shqip se unë. Burit gjerman? Po. Që e ka ndihmuar për pjesën e zemrës, ka ndihmuar jashmasë, se duhet ti... muskujve. Jo, ka pasur kalcifikacion, kalcifikime nuk lëviste do të krahët, dhe tension të lartë dhe kolesterin të lartë. Dhe mosha bënd vetën. Pastaj ushqimet që kemi neve, i kemi andej disi të kontrolluara, të rregullta, mirë po dhe mosha bënd vetën, dhe pak kujdesia, me duhanin dhe këto tjerat. Murizi nuk e ndajme, kam këtu dhe për shofë se wow, lumë ju që e keni këtu, sepse në rande e kërkojnë. Servira një çaj të tillë. Lumë ne që kemi këtë natyrë të pasur. Po, edhe që keni dhe informacionet. Edhe që e zbyrilon dhe u lumton çdo të mirë që na sjell natyra, sigurisht që ka akoma më shumë për të zbuluar. A e ke zbuluar gjithë natyrën, doktor? Çfarë ofron ajo? Jo. Ka akoma për të zbuluar me lloje të ndryshme bimësh. Edhe fëmijëve tanë, akoma po të kenë dëshirë, akoma do t'ju mbeten punë pa u bërë. Pra, le të themi që nga mbreti Gent, që ka qenë një biolog shqiptar, dhe kur zbuloi atë Sanzën, ai komisioni i vuri emrin në latinisht të tij,
e deri më vonë, e deri në vitet që do të vinë më mbrapa, bimët me të vërtet është një minjere tërë që nuk mundet që të harish eksplorimin e tyre. Por vetëm ne njerëzve ju themi kështu. Ne kemi hapur një port të vogël dhe i futim njerëzit në botën e madhe të natyrës. Ata le të hyjnë, le ta njohin këtë botë, pa diskutim që do të befasohen, do të relaksohen dhe do të rigjenerojnë jetën e tyre, do të jenë më të shëndetshëm. Si ndjesh, doktor, që tashmë kjo gjë nuk është vetëm brenda Shqipërisë? Kjo afrim me natyrën, rikthimit e natyra. Atë satisfaksionin, jo se Alketa do të shesi disa bim atje dhe kjo do të fitoj qamet, ose neve kush e disa të pasur do të bëhemi, por ndjejmë atë kënaqësinë sepse është si një dorë e zgjatur e natyrës që i shkon pacientit dhe i jep një ndihmë shumë të mirë në shërimin e një sëmundjeje të caktuar. Pa efekte anësore. Sepse të gjithë duan të kurohen, kush është i smur do të kurohet, por këto nuk kanë efektin anësor që të dëmtojnë më tepër. Unë thash që kam patur këtë smundje, po unë kam patur dhe kolitur ceroz 60 cm. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, zotëri. Një Lili nga Zvicra lajmërohet. Nga Zvicra. Të përshëndesim, të dëgjojmë shumë mirë, jemi në studio me doktor Ylli Merian dhe me Alketën. Përshëndes doktor Merian, zonjën Alketa po ashtu përshëndes, zamërsisht. Ju lajmërohem nga se kam përdorur disa bimë, disa ilaçe, si them, natyrale. Kam pas një shqetësim me presionin e lartë dhe kolesterolin. Por fal bimëve të krijuara nga doktor Ylli Meria, kështu që duke përdorur ato bimë, ato ilaçe natyrale, gjendja ime është përmirësuar plotësisht. Ju falenderojmë shumë për vlerësimin. Faleminderit e prej teje për po ju dëgjoj, faleminderit shumë doktor Meria. Është diçka që në vende të ndryshme nuk është ky raporti që kemi ne me natyrën dhe me përdorimin e bimëve. Qoftë për shkak të mosnjohjes së tyre, mungesës së pakët të informacionit, ndaj dhe këto emisione shërbejnë shumë mirë si mbështetëse të gjendjeve të caktuara shëndetësore për t'i rikthyer tek rrënjët, për t'i kthyer syt tek natyra. Ajo kur nuk na braktis, ajo shëron mbi të gjitha. Ne kemi fakte dhe histori shumë të suksesshme të trajtimit nga bimët medicinale, nga kombinimet e ndryshme receptura, se më erdhi përqesh kur thaj që nga bimët që ka krijuar doktor Ylli, por që i ka krijuar natyra, edhe që doktor Ylli ka studiuar dhe i ka bërë në shërbim të shëndetit tonë. Dhe telefonuesit, kudo që na ndjekin anë e kënd botës, tashmë e njohin mbi të gjitha, e njohin natyrën shqiptare, e njohin potencialin që ka, bimët, çajrat, kombinimet e ndryshme. Kemi tjetër telefonate, mirëpresim. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është në linjë? Jam nga Maqedonia e Veriut. Por jeton në Gjermani. Unë e përdor bimët, çajrat, varret esencial, dritrat, ashtu plurat, radiolat, gramin, qëtita. Po jo për vete, por për bashkëshortin ti. Rreth një vit e gjysmë është diagnostikuar me kancerin e prostatës, po ashtu dhe metastaza në kocka. Dhe jam shumë e kënaqur pas Zotit dhe përdorimit të bimëve. Faleminderit shumë e dashur për telefonatën. Tu urojmë shëndet, faleminderit që i afër natyrës shqiptare. Një mrekulli. Një mrekulli me prostat dhe me metastaza në, si themi, në pjesën e legenit. Jam e sigur që janë të panumërta, të pa fund me historit që mund të rrëfen dhe duan orë doktora për të folur për to, për të rikthyer dhe më bëhet qefi që në një farë mënyre kemi shërbyer edhe për te i kufive përmes këtij emisioni, kësaj hapësire të bima dhe shëndeti. Të uroj shëndet pas gjithë atyre peripecive që ke kaluar me shëndetin tënd.
Se nuk ishin vetëm ato 3-4 bimë të erzat që përmënde, po unë e di që ti ke një farmaci të tërë bimore në shtëpi, kushdo do ta ketë. Unë jam 54 vjeçë, jam në premenopauzë, është mëse e logjikshme që përdor shumë bimë të tjera, për çfarë do lloj gjeje të vogël që të kem, qoftë dhe gripi më i vogël. Se për pjesën e kujtesës, si më the, të mbaj mend para shumë vite dhe çfarë kishe veshur në kontaktin tonë të parë që shoh. Ja i keni të kujtesës doktorin në tru. Se shoferuar 3 herë në tru, domethënë. Për shaka, faleminderit shumë, mund ta shijojmë çajin. Doktor, faleminderit. Një kënaqësi me vërtet që morëm nga telefonuesi nga jashtë. Besoj du të gjenë aty ku ke qenë, gjithmonë në adresën tënde në Gjermani, apo jo? Mund të referohen për të marrë porosit e tyre? Po njësoj ka ngelur gjithçka, ne jemi shumë të lumtur në rast se i ndihmojmë sa më tepër, sidomos shqiptarët tanë andej. Të falenderoj shumë edhe një herë, jemi të hënën e ardhshme bashkë, doktor, me publikun që na ndjek. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur.